them dhe një çështje bazë, çështjes së negociatave mbi detin. Gjithë procesi për fat të keq ka dalë nga binarët kushtetues dhe institucional. Për çështjet e interesave sovrane të Shqipërisë, të mbrojtjes territorit të saj, ka disa përcaktime kushtetuese. Pra, grupi negociator duhet padyshim të ketë plot fuqishmërinë e Presidentit të Republikës. Ai duhet ulet me palët e tjera për të negociuar për modalitetet e arritjes së një marrëveshje dhe më pas përfundimet e negociatave kalojnë përsëri tek Presidenti i Republikës për të formalizuar. Por fat keq ky proces tashmë ka vetëm një përcaktim, që nuk është ai institucional, kushtetues, por është politik, sepse që në vitin 2020 u anullua për fat keq gjithë ajo arritje e jashtëzakonshme si vijim i një procesi kushtetues dhe institucional i filluar nga presidenti i asaj kohe, Ilir Meta, i cili dekretoi krijimin dhe dha plot fuqishmërinë e grupit negociator për të negociuar me palën greke çështjet e delimitimit të hapësirave ujore. U arritë një gjë e jashtëzakonshme, pasi grupi i formsuar sipas dekretit presidencial, i përbër nga ekspert të drejtës ndërkombëtare, nga ekspert të drejtës së detit, nga ekspert të matjeve, arriti jo pak. Pra, u arrit dakordësia për rreth 80% të çështjeve të hapura. Dhe ajo që ishte dhe më e rëndësishme, u hartua dhe një projekt draft, sigurisht jo formal, por që përcaktonte që pikërisht rezultati i këtij rishikimi, bazuar edhe tek vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili holli poshtë marrëveshjen e vitit 2009, Shqipëria fitonte jo pak, më shumë se 40 km2 sipërfaqe, pikërisht mbi bazën e negociatave që u arrit midis palëve. Çfarë ndodhi mos kur priteshe që të formalizoheshe kjo marrëveshje, edhe mbi bazën e atij draft dokumenti që palët ranë dakord, para shqiptarëve të rroq. Para shqiptarëve të rroq dhe nuk tregoi vullnet për të vijuar në formalizimin e kësaj marrëveshje paraprake, e cila do të ishte edhe një gur themeli i rëndësishëm edhe në rast se çështja të kalon në arbitrazh për ato 20% e mbetur për cilën nuk arrit dakordësia. Por procesi u shkatrua. Procesi u rifillua nga e para. Ndërkohë, patëm ndryshim të konjunkturës politike në Greqi, ju e dini, që erdhi një qeveri e re, e cila vendosi kriteret e reja, natyrisht në të drejtën e saj. Paleriti, përse u tërhoq pala shqiptare? Lind dyshimi këtu që ka një palë të tretë në interes në të mes përveç Shqipërisë dhe Greqisë? Shiko, unë nuk duhet të përfshirë në teori të tilla konspirative palët të dyta, palët të treta, kjo është sepse kjo në interesin tonë ishte që të mbyllej marrëveshja e parë. Jo, ne ishim në prag të finalizimit të një arritje që u përmbyll edhe në një draft i cili priste vetëm të formalizoheshe duke ndjekur rrugën institucionale. Ndërkohë, patëm ndryshim të qeverisë dhe menjëherë qeveria shqiptare nuk vazhdoi që ta përmbyllte këtë proces, që do të jepte avantazh të padiskutueshëm Shqipërisë edhe për pjesën e mbetur të çështjeve. Çështja u rifillua edhe një herë nga e para. Qeveria që erdhi e bëri të qartë që do të ushtonte suverenitetin e saj në 12 milje detare det territorial, deri atëherë qeveria e mëparshme pretendonte 6 milje detare, gjë që krijonte hapësirë dhe për negocim, gjë që u arrit dhe u trupëzuar në dokumentin jo formal ku Shqipëria përfitonte 40 km2, por që duhej formalizuar. Tashmë pala greke nuk e njeh. Dhe aq më tepër nuk kërkon që procesi të rifutet edhe një herë, po kjo është sigurisht përgjegjësia e palës shqiptare, se pala greke padyshim shikon interesat e saj. Pra, po anashkalohet procesi kushtetues dhe institucional që kërkon dhe një herë krijimin e grupit negociator me dekret dhe autorizim të Presidentit të Republikës për të ulur edhe një herë palën. Jo, tashmë është vetëm një dakordësi politike, e cila kërkon që u shpall në vitin 2020 nga ish ministri i jashtëndendjes, tashmë ministri i mbrojtjes, që kërkon që procesi të kalojë në gjykatën e Hagës.
Dhe aq më tepër qeveria greke e ka bërë qartë që bazë e negociatave do jetë marrëveshja e rrëzuar e vitit 2009. Por praktikisht